Partia Socialiste nuk ja jep autorizimin SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Ky është qëndrimi përfundimtar i socialistëve në raportin e Këshillit të Mandateve, i cili do t'i përcillet për votim kuvendit, i deklaruar këtë të hënë në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s. Deputeti i Partisë Socialiste, Ulsi Manja, antar i Këshillit të Imuniteteve, prezantoi raportin e PS-s duke deklaruar se nuk ka vend për dhënien e autorizimit. Ai shtoi se nuk ka asnjë provë që Balluku të ketë intimiduar dëshmitar dhe as nuk ka rrezik real arratisje nga ana e saj. Ndërkohë, në fjalimin e tij, gati 1 orë 20 minuta, kryeministri Rama u shpreh se SPAK nuk pengohet në hetimin ndaj Ballukut, duke theksuar se ajo duhet të përballet në gjyq me akuzën për shkelje të barazisë në tendera. Gjatë fjalës së tij, ai bëri thirrje prokurorisë që të shterojë çdo pistë që mund të çojë te korrupsioni. Më 12 mars, kuvendi pritet të vendosë nëse do të autorizoj apo jo heqjen e lirisë për Ballukun, ndërsa nga ana tjetër, opozita ka publikuar tashmë raportin e saj, duke mbështetur kërkesën e SPAK për autorizimin e arrestimit.